Ke emisioni i Çanit, Jaran Çanit, ti the ca gjëra dhe njerëzit besoj se kësaj t'ia vun më shumë fajin për sherrin që ndodhi në Kosovë me Baba Starsat, me Kozmanin e këto. Ti keni gjë për të thënë për këtë sherrin, domethënë Jo, nuk është vërtet që ndodhi për faktin që bëm ato batutat tona. Thjesht ka qenë një mërmëndja, ishim gjithë në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Nuk po hyjmë detaje si që është tek ndodhi. Jo, asu nuk du të hyjmë detaje, plak. Por nuk e di, ishin ca ndoshta keq kuptime në momentin që ne ishim në hotelin kur ndodhi ajo, në momentin kur erdhën ato, ma mërmëndje që erdhën keq, erdhën pak si me shpejtësi. Edhe aty ndodhi për lesha çfarë ndodhi, por që realisht nuk jam këtu, jo vetëm këtu, por në asnjë vend që t'jap domethënë frymëzimin që njerëzit të ndjekin ato lloj hapash. Ka shumë gjëra pozitive që artistët, jo vetëm Noizi, po shumë artistë japin mesazhe pozitive dhe më mendje që ato janë gjërat që fansat e mi duhet ndjekin, jo atë që ndodhi. Jo atë që ndodhi, sepse edhe unë jam njëri se gjithë tjerit, edhe unë bëj gabime, për fakti që jam shumë i njohshëm, gabimet e mia bëjnë shumë buj. Bëjnë shumë buj. Ky është, kur bëhet fjalë për Marr Mamaqin, ose edhe për Arjan Çanin, por sidomos këti dije që është humor. Megjithatë, asgjë s'do të merret për zemër. Edhe du ta nënshkalohen ca gjëra, du ta marrësh aq shumë personale. Jo, po, ajo që pyetja është sherri është mbyll apo sherri? Besoj se po. Besoj se po. Do me thënë sherri është sheshu, gjonat janë sistemu? Besoj se po. Ka më vend për sherre? Aq pra ishte aq. Aq ishte marroj. Atëre, ndon për Unikatilin dhe a ki urrëtie ndaj tij? Vetëm mos u përgjigj sot me fjalën se njoh. Jo, e njoh Unikatilin, është një nga rapistat më të parë shqiptar, e kam dëgjuar kur kam qenë në Angli shumë, sepse jo vetëm Unikatilin kur kam qenë në Angli, por gjithë estradën që merren me hip hop, to old school, i kam dëgjuar sepse s'kam pas tjetër çat ngjoja, derisa erdhi fenomeni në Shqipëri dhe s'kemi nevojë. Jo, sinqerisht nuk mund t'ja mohoj karrierën e gjithë tyre që kam pas më përpara. Kanë qenë dikushi, normalisht janë dhe dikushi edhe sot, si Unikatili, si Geti, si gjithë ato. Nuk i kam një gjuhë këtë Unikatilin të bëj koncerte më. Ka bërë një koncert më të madh thonë në Kosovë, më të madhin. Koncerti i parë. E ka mbush stadiumin. Nuk e di e ka mbush se ka mbush, koncerti ka qenë goxha i madh, ka ardhur në Kosovë, ka bërë koncertin. Shqyqyr që erdhe se njerëzit nuk e di si u dukte, ishte 3 metra, ishte gjys metre, ishte kaq, ishte aq, që se si koncertin e bëri, ka kalu shumë mirë, për këto njerëzit që old school, që këto njerëzit, rapistat old school, kam respekt për to, sepse janë të parit, pavarësisht se kush e man kurorën sot, po për ato kam respekt. Respekt! Respekt! Eduard,